këtu në Pallatin e Kulturës në Tetov në një prezencë impozante, po është organizuar edhe grumbullimi në shkrimeve për themelimin edhe formal të subjektit politik Vlen, me çka po nis edhe zyrtarisht rrugtimi i subjektit Vlen si një parti politike konform ligjeve të Maqedonisë së Veriut. Janë të thirrur, gjithë aktivistët tonë nga Struga deri në Kumanov që të japin në shkrimin e tyre, dhe unë besoj që sot ky proces do të përmbyllet me sukses. Pra në raportin që do ta kemi në sallë do të shohim se a janë grumbulluar në shkrimet dhe sa në shkrime janë grumbulluar. Nga sot do të nis edhe aktiviteti jonë në terren në vizitë strukturave të Vlenit, me çka do të nis pra edhe ngritja strukturave në nivel të degëve dhe në ndegëve, dhe do të jemi gati për t'ju përgjigjur qytetarëve në problemet cilat i kanë dhe në realizimin e programit dhe atyre cilët i kemi premtuar si subjekt, si Vlen, dhe sigurisht të përgatitim edhe për zgjedhjet të cilat ne vlerësojmë se do të jenë të rregullt. A do ketë këtë vit zgjedhje apo vitin e ardhshëm? Ne jemi të koncentruar në realizimin e programit qeveritar, në realizim të projekteve në përmirësimin e jetës së qytetarëve, dhe ne vlerësojmë që Maqedonisë së Veriut i duhen zgjedhje të rregullta të cilat janë në vitin 2028. Por edhe me këtë aktivitet ne tregojmë se kemi potencë politike që nesër të mbahen zgjedhjet, që të dalim fitues nga ato zgjedhje. Pas 17 qershorit që kryeministri paralemroi edhe fillimin e bisedime, a ka një patyrshmëri se dhe kush do ketë ndonjë ndrim të ministrisë të drejtorëve? Jo, nuk mund të flasim para se të takohemi me kryeministrin. Sigurisht që ne kemi konceptin tonë se si do të ulemi për të biseduar për riformatimin e qeverisë, duhet të shohim edhe vizionin e kryeministrit, dhe sigurisht pas asaj mund dalem edhe me qëndrim se a do të ketë vetëm ndrim të pozicioneve brenda Vlenit apo edhe do të ketë ndonjë rokat të ministrimit. Zoti Kasami u vendosën qeveri për one-stop shopping në Shqipëri. Çfarë pason më tutje? Po sigurisht që është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe gjithë ata të cilët edhe këtë vit kanë vendosur që pushimet e tyre të kalojnë në Shqipëri. Vërtet që mund të jetë një ndër vendimet më të mira të kësaj qeverie, veçanërisht tani para sezonit veror, sepse dimë ne që kjo ka qenë një pikë kritike, veçanërisht kalimi kufitar në qafë të Thanës, dhe ne besojmë që me këtë, ashtu siç edhe në rastin me Kosovën dhe me Serbinë Tavanovc, edhe këtu do të jetë një lehtësim i madh i qytetarëve dhe do të rritë edhe frekuentimin e qytetarëve, si ka ndodhur rastin që kemi informatat dhe analizat në komunikimin dhe qarkullimin mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Faleminderit.